I Ramës është denigrimi i kundërshtarit, që e ka si problem në ti përgjithsisht. Ai që është kundra ti, ai duhet denigruar. Ai nuk vlen. Denigrohet sa më shumë që humbas mundësisht dhe besimit e vetvetja. Është një teknikë e narcisistëve kjo. Po të lexosh literaturë është e njohur. Denigrimi dhe përçudnimi i kundërshtarit. Që në nivele individuale mund të shkosh në spital, në nivele pastaj ose tek psikoterapeuti, në nivele politikës madhe është problem. PD-ja i përgjigjet se kulturë, duke ju përgjigjur denigrimit me denigrimin e ti që thua kështu, po unë kam një gjë problem, se edhe atë teorinë atyre që thonë s'ka program ky, edhe prandaj bën kështu, unë nuk e shoh se i ka munguar, si me thënë, mundësia që të bëjnë një program. Por, më shumë ti mendoj që ai programin e ka të qartë, ai këto i ka fishekzare që hedh, ndërkohë që programi për të përjetësuar, për të qëndruar në pushtet, gjerë sa të ketë ymër, kur thonë, e ka shumë qartë në kokë. Atë punë, do më thënë, por është ajo puna në rrogos që bën strukturat e partisë, është ajo puna në rrogos